Mbrëma nderuar shikues, jemi sot si zakonisht me mua Tente, në Qetsako, në podcasti Okult. Para se të fillojmë bisedën me të ftuarin e sotëm, që është zoti Olsi Azgji. Dëshiroj t'ju kujtoj t'i bëni subscribe kanalit, që t'u ndjekim ne ju dhe jo ju neve. Njëkohësisht falenderoj sponsorat e emisionit tonë, cilët vazhdimisht dalin me shkrim në fund të ekranit, poshtë me dhe ju mundet në qoftë se keni nevoja për ta, për mallat dhe shërbimet e tyre, mund t'ju drejtoheni në pikat e tyre të kontaktit pasi të googloni emrin e kompanisë, që sigurisht janë lider në fushat e tyre dhe të përzgjedhur nga ne midis shumë emrave të tjera. Mirëmbrëma zoti Azgji, mirë se më ka ardhur këtu në studio. Herën e fundit kemi folur me internet. Ke filluar bie çik si shpesh më duhet e ke kap veten. Po, për këtë ditë punojmë. Atje më duket se paguajnë mirë në shkollë, apo jo? Allah bim bereqaversen. Në krahasim me këtu ka disnivel me homologët e tu, pedagogët. Ka disnivel në shumë aspekte. E para që nga pagesa, e dyta jetesa aty është shumë e lirë. Në kosto jetesës, për shembull çmimi i benzinës në Malajzi është 500 lek me lek shqiptare. Edhe si pasojë edhe çdo gjë tjetër është më e lirë. Me energjinë janë të lidhura të gjitha. Energjia, domethënë energjia është domethënë një nga faktor. Po rryma si është në krahasim me këtu, sa paguam për një hyrje për shembull 100 metra katror në muaj? Unë paguaj diku te 10.000 lek në muaj rrymë. Të vjetra. Po, $10. Në dimër. Aty s'ka dimër, se jemi në tropik. Domethënë aty në sa është temperatura mesatare aty? Varet se ku jeton, por në shumicën e... Ku je ti që paguon 10.000 lek? Sa është temperatura mesatare afërsisht? Shkon, ose unë jetoj në mal, dhe aty është nga 20 në 27, por edhe kur kam qenë në qytet në Kuala Lumpur. Si që shtu në Vjeshtë, për shembull. Në Vjeshtë, në dimër, në pikë neve, paguajmë në janar shkurt. Ne paguajmë një shtëpi me 100 metra katror, paguajmë mbi 110, 115 euro, 120 euro, ka që paguajmë dhe 150, 160, 170, ata që mbajnë kondicionerët pak më shumë ndezur, po ti kursesh një çik me kujdes, 110, 120, pra këtu është rryma 10-11 herë më e shtrenjtë se sa në Malajzi. Dhe përse për ujë që e zbret, se ne kemi Vasil Allahu nga qielli. Energji nga ujë. Po. Ato hidrocentralit i ndërtuar në e partisë. Janë paguar me qindra mijëra herë. I ndërtoi popull me gjak. Dhe këta vazhdojnë akoma ngrejnë çmimet edhe rjepin popullin shqiptar dhe bëjnë tendera pastaj atje në keshi, bëjnë dallavera, e shesin më shtrenjtë dhe i bëjnë faturat më lirë. Ku di unë se ç'a bëjnë, e blejnë më lirë dhe i bëjnë faturat më shtrenjtë kur blejnë në kohën e pikut. Në një vend që ka burime hidrike pa fund dhe që ne s'kishim nevojë fare të blinim energji, duhet ta plotësonim vete, ta tejkalonim, madje të shisnim energji. Po këtu nuk bëhet asnjë gjë këto 35 vjet, shfrytëzojnë vetëm këto që kanë qenë qysh në atë kohë, disa gjëra u shkatruan, po të shikosh përmbytjet që ndodhin sot, ndodhin se u shkatruan ato rjetet e kullimit, kanalet e kullimit, ato brezi i parë, brezi i dytë, hidrovoret që kanë qenë në atë kohë, që s'përmbytesh e kur, as Shkodra, as këto fushat e ndryshme që bien në ujë tash në periudhat e shiut. Pra, në shumë pika kemi bërë regres, kemi ecur mbrapa. Po të shikosh bujqësia ka rënje, nuk jep atë lloj kontributi dhe peshe, jo në përqindje, po në volum, nuk jep me atë kontribut. Lihen tokat djerë, nuk subvencionohen, bujqit shqiptari ikin punojnë bujq në Greqi, mbjellin ullin në Greqi, kur mund t'i mbledhin këtu, mbledhin ullin, kur mund t'i mbledhin këtu dhe këtu s'ka punëtor për të mbledhur ullin në Shqipëri vuajnë këta që kanë fabrika vaj dhe ullishte.
Pra një paradoks i madh, zjarret janë shtuar në verë, ka pasur zjarre në kohë të komunizmit, shumë rrallë, binte dhe zjarre shumë rrallë, po të binte bëheshe nami. Kurse tash zjarret, mos them që ka dyshime të mëdha që i vën vetë zjarret, sepse është ajo agenda 2030 që duhet të shkatrojnë ushqimin, duhet të shkatrojnë baktit, që një unë kam pas njojtur, po një Platon Nesturi, një prefekti Vlorës, një maskara që doli dhe ju tha bujshve, tha shidini të gjitha dhe se të gjeni Belani, tha këtë verë, pra agenda për të zhdukur kafshët. Dikur në Kramos, në kohën e komunizmit, kullosni në verë mbi 40.000 kokë bakti. Më kanë thënë ata blektorët që kanë qenë atje, kurse sot si ke as 4.000 nuk i ke. Pra 10 herë më pak. Është një situatë jashtëzakonisht e trishtueshme. Klasa politike e këtyre 35 vjetëve ka dështuar, por kjo edhe për shkak të agendave ndërkombëtare të cilët i çojnë gjërat edhe duke parë leshkët të tillë që edhe të korruptuar si politikanët tanë i çojnë atje në ato ullit e tyre me objektivat depopullimin dhe shkatrimin e shqiptarëve, por kjo ndodhet edhe në vende të tjera, jo vetëm Shqipëria, në Serbi është e njëjta situatë. Edhe në Greqi një gjysmë shteti ka atje, se këtu s'ka fare, kupton. Edhe në Serbi një gjysmë shteti, të ardhurat ekonomike janë të ulta, nuk ka prosperitet dhe zhvillim ekonomik. Olsi, ti ke sa të bënja, një muaj gjysmë që s'ke qenë këtu në Shqipëri? Jo, qenë verë, qenë korik. E ke ndjekur situatën këtu? E ndjek nga larg. Nga larg, po patjetër, mund t'jesh edhe këtu, të rëmosh kazanët e plerave për shembull, edhe jeton në Shqipëri, po s'merr veç asgjë se ç'a bëhet. Mund t'jesh në fund të botës, sot lajmet janë online, mjafton të dish ku të kërkosh, e ndjek situatën, sidomos kur ke shtyllat e të vërtetës në kokë, i zbulon shumë shpejt pasaj se çfarë ndodh. Çfarë të ka bërë përshtypje këto muajt e fundit nga interes publik, domethënë çfarë ke konstatuar në një diçka qoftë pozitive, qoftë negative me artimin e buxhetit, kalimin në parlament, me këto goditjet kundër korrupsionit që po bën spaku në nivele të larta, me situatën e rendit. Çfarë ka bërë një gjithë përshtypje? Çfarë bën përshtypje është që Rama vazhdon ta thelloj shtetin policor në Shqipëri. Deklaratat e tij janë jashtëzakonisht të frikshme. Për shembull, deklarata e tij që në 2026 do filloj të implementoj atë monedhën digjitale. Ajo është një nga gjërat më të frikshme që domethënë kam dëgjuar që mund t'i sillen shqiptarëve. Biles është më e keq edhe se sa sjellja e regjimit komunist këtu në 45-ën. Kjo parajë digjitale fillimisht është implementuar në Kinë, në për këto qytete mëdha, si Pekini etj. Partia Komuniste Kineze, që ka kontroll total mbi popullin, i ka hequr në për qytetet mëdha kinezëve paran, dhe biles ata përdorin këtë softwarein e face recognition, e njohjes së fytyrës. Dhe në për qytetet mëdha i bëjnë njerëzve që ti do punosh, ti nuk do shohësh ndonjëherë lekun, leku do kalojnë në llogarinë tënde bankare. Dhe ti do hypësh në autobus, nuk ke nevojë të nxjerrësh lekun, por kamera të njeh direkte dhe ti merr lekët nga banka. Dhe do hysh në supermarket, do blesh ushqime, nuk e fut dorën në xhep, por kamera të identifikon kush je dhe ti merr lekët. Por ky sistem që Partia Komuniste e Kinës ka disa vite që implementon, Rama po e sjell në Shqipëri. Por çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë diktaturë totale. Sepse qeveria kineze ka implementuar atë që atë programi që quhet the social merit point system. E harrova termin e plot. Po çfarë është ky sistem? Është që
ti je qytetar kinez, jeton në Pekin dhe ti je në gjithë kohën në surveyim dhe the merit point system, sistemi i pikëve të meritokracisë, ti për shembull nëse e shan qeverin, ty të hiqen gjitha pikët dhe ti bllokohesh totalisht, ti vdes. Por ti je qytetar i bindesh diktaturës, Partisë Komuniste, nuk e hap gojën, po fjala të bie një letër nga xhepi dhe kur të bie letra nga xhepi, ti nuk e mbledh letrën. Po kur të bie një letër nga xhepi, ti nuk e mbledh atë letër, ty të hiqen pikët direkte. Edhe të hiqen pikë nga kjo pika e meritokracisë dhe kjo çfarë është? Kjo është një job digital. Një tekno-feudalizëm. Domethënë, nëse në periudhët e mesjetës feudalët evropian i sklavorizonin njerëzit nëpërmjet tokës, ku feudali, sigur bëni për shembull mbretërit rus me këta khazarët që fut përpara kohës së Aleksandrit të dytë, që i kishin bërë gjithë bujkropër, dhe ti si bujkrop që je, duhet jetosh te kjo ngastra e tokës, do punosh, gjysmën e prodhimit do ta marri mbreti. Ishin ato palet që quhesh. Shtetël, apo pale settlement. Po, pale settlement. Ti ishe aty nga momenti që lindje derisa vdisje dhe ti nuk ikje dot ku. Dhe kjo është sklavërizimi primitiv që i ndodhte popujve të Evropës në kohën e mesjetës, po kjo ishte gjithandej edhe në Evropë. Miles në Irlandë, feudalët dhe kisha dhe mbreti, ai shumë i kishin sklavërizuar evropianët, saqë ti nëse do ishe një bujkrop, sklavëruar, pse e thua sklavërizuar? Po, ti nëse e kam humbur shqipen, ti nëse do të ishe një bujkrop, ti jo vetëm që nga momenti që do lindje derisa do vdisi do ishe sklav i feudalit, do punoje tokën e tij, nuk kishe të drejtike në qytet apo ndonjë vend tjetër, por edhe kur tu martoje në Irland, feudali kishte të drejtën asaj që quhet jas prima noctae, apo vetëm natën e parë, ku feudali do t'i merrte gruan bujkropit, do t'ja mbante gjithë natën, edhe do t'i thoshte tani mbaj me shëndet. Dhe kjo ka qenë, domethënë rendi sklavërizues i Evropës mesjetare. Tani Kina, si një shtet totalitar që është, ka implementuar këtë diktaturën digjitale. Por me rastin e Shqipërisë, Rama, domethënë i cili pasi bodhi zgjedhjet edhe me bërjen e parlamentit të ri, që i duket vetja i plotfuqishëm dhe lider suprem i Shqipërisë, që e ka shkatruar parlamentin opozitën, po bën eksperimente që ti nuk i implementon dot ato në botën e lirë. Për shembull, ju mund ta dini më mirë që në Angli u propozua që jo do të jepej sillej para digjitale, po vetëm do të sillej një ID digjitale, kartë identiteti digjitale dhe u çuan gjithë britanikët duke protestuar dhe e detyruan qeverinë që të tërhiqet. Kurse këtu, nga që populli nuk flet, Rama ata shqiptarë që kanë qenë me tru i ka dëbuar, ose ata që janë këtu i mban me terror dhe kanë frikë. Dhe këtu domethënë po bëhen disa eksperimente shumë të frikshme. Me sjelljen e kësaj paras digjitale dhe kartës identitetit digital, njerëzit këtu do kthehen në robot. Ti e hape gojën folje kundër Ramës, ai të bllokon llogarinë bankare dhe ti vdes. Të bllokon dokumentat. Çdo gjë digital, patentën. Atë që i bëri Justin Trudeau atyre trackerve që protestonin kundër koronës në Ottawa, që domethënë ai i bllokoi llogaritë bankare, i bllokoi kartën e i bllokoi, i hoqi edhe patentën. Ata kishin kamionet e tyre, kishin ardhur që nga Manitoba, Saskatchewan, Alberta, nuk kthenin dot kamionet në shtëpi. Kishte persona që kishin marrë se në Kanada është sistem shumë keq, tekno-feudalo-kapitalist, ku pronat janë... Këtu doja doli dhe ke lista e Epstein tash. Po kështu janë më pedofila në gjitha. Dhe çfarë kishte ndodhur me shumë nga këta trackers që protestonin kundër koronës,
se ti nuk e posedon dot shtëpinë aty. Shtëpinë duhet t'ia blesh korporatave dhe do jesh sklav për pjesën e ngelur tjetës tënde në tyre. Kishin bler shtëpira me interes nëpër banka. Në momentin që ky Trudoja i bllokoi kartat bankare, atyre u morën shtëpitë. Domethënë të shkatarrojnë. Dhe Rama po do të cilë këtë gjë. Dhe kjo për mua domethënë është më e frikshme se sa reformat që bën komunistët në vitet 46-47, ku filluan marrjen e tokave, marrjen e parave ndaj atyre që luftën e klasave, ndaj kulturës. Luftën e klasave që domethënë me ideologjinë e Enver Hoxhës dhe të Koçizogut. Ishte vazhdimi i luftës civile. Dhe domethënë bërja e asaj që Enver Hoxha quante klasat e përmbysura. Domethënë lufta ideologjike, ekonomike që u bë kundër aristokracisë shqiptare në vitet 45-46, Rama po e sjell tani. Dhe për habin më të madhe nuk ka fare rezistencë. Se vitet 45-46 deri në vitet 70 ka patur rezistencë, ishin ballistët, zogistët, Abaskupi e tjerë që luftonin diku. Domethënë bënin rezistencë, mitat frash e tjerë, kurse tani s'ka gjë fare. Domethënë Rama dhe regjimi zionist që ai ka sjell bën çfarë të dojë me popullin. Dhe përveç kësaj, gjëja tjetër që më ka bërë përshtypje është përpara 2 javësh kreu i muzeumit Yad Vashem në Izrael, një farë Daja, ja harrova emrin, nga Kazarët. Dha një intervistë në TVSH, ku thoshte Shqipëria thoshte është i vetmi vend në Evropë që bën namin për neve. Edhe është i vetmi vend në Evropë që neve vim nuk kemi probleme. Sepse ju keni parë se çfarë ndodh nëpër lajme, nga Greqia, në Itali, në Spanjë, Francë, Gjermani, në Angli, kur populli shikon këta kolonët izraelit, i përzën, i bështyjnë, i shajnë për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit që ata bëjnë. Ndërsa këtu Rama ja ka hapur vendin zionistëve. Dhe gjëja më interesante për paranë digjitale. Ta them vetëm këto. Kjo para digjitale është gjithashtu projekt zionist. Dhe duhet t'i kujtoj shikuesve pse është projekt zionist. Mund të kërkojnë internet në mars të vitit 2025. Rama jep licencën One Digital Bank. Është një grup çifutësh sovjetik nga Izraeli, nga këta Kazarët. Nuk e di unë se kush ja solli Ramës. Ata vinë këtu dhe marrin licencën nga Banka e Shqipërisë. Rama ka këshilltarin e tij kryesor, Ronin. E ka nga çifutët Kazar të New York. Shabat Labovic. Dhe ndoshta mund të jetë mafia e këtij Ronit, por ky projekti Po ky projekti për paranë digjitale ka nisur në mars 2025-s. Kur Rama i dha licencën kësaj One Digital Bank, këta që bile sa kam lexuar për vetë, këta që po e hapin këtë bank s'kan patur ndonjëherë bank, janë thjesht band hajdutësh. Ky po jep licencën. Siç erdhën call centrat. Po, dhe ky ata erdhën i bën mafiozëqe të para. Po dëgjoj se kjo është më e rëndësishme, që do ta dëgjoj publiku. I ka dhënë licencën në mars 2025-s, ky thotë në janar do fillojmë të hedhim paranë digjitale. Dhe çfarë do thotë kjo? Që gjitha këto bankat e tjera, Raiffeisen, BKT e tjerë, ky do i nxjerrë nga loja. Se gjithë paranë që shqiptarët, për shembull, unë i kam lekët po e zëm te BKT-ja, kur cilë ky paranë digjitale, çfarë do bëj? Ky do ja imponoj me dhunë të gjitha bizneseve në Shqipëri, dyqaneve, deri atyre personave që shesin akullore dhe shesin buk, që pagesat nuk do bëhen më cash, do bëhen me digital money. Dhe ekskluzivitetin e paras digjitale do ta kenë çifutët. Dhe kjo do të sjelli falimentimin e këtyre bankave të tjera. E dyta, gjithë paranë që shqiptarët kanë do t'i transferohet në para digjitale. Po. Dhe për shembull, keti po zëm 100.000 euro që ti tani në këtë moment i tërheq nga banka, i përdor cash, shkon në Karaibe ku dush. Në të moment ti s'ke më para cash. Paran e kanë marrë kjo mafia izraelite, ty t'japin një aplikacion telefoni, thon i ke këtu lekët ton, edhe mos e vrit menjen, ti do t'i tërheqësh të lek, harroje, si merr më.
Pra, kjo është më keq se sa firmat piramidale të Sudës. Se të paktën Sudja e gënjente popullin, thoshte fut 1 milion, edhe inshallah muin tjetër do marrësh 2 milion. Edhe kush ishte me fat edhe merrte ndonjëri. Kurse tani kjo që po bën Rama është skem piramidali ku do merren miliona dollar nga shqiptarët, dhe kjo nuk mund të jetë çudi që po pati revolta popullore kundër paras digjitale. Një ditë këta izraelitët po e pan veten keq, thonë okay, ne po shpallin falimentin, në miliona dollar që shqiptarët i kanë nëpër banka, zhduken do dalin në Izrael. Besoj e ndjek këtë konfliktin në Ukrainë dhe skandalet që po i ndodhin Zelenskit në këto momente. Shumë nga ministrat e Zelenskit kur vjedhin para, ku hikin? Në Izrael. Do të thënë, Izraeli është kazinoja e botës. Është vendi ku gjithë hajdutëria ndërkombëtare transferon parat që vjedh nëpër botë dhe është plotësuar pak a shumë profecia e atij burrit që ti i ke përkthyer librin në vitin që bëri atë librin në 1933 kur u bë Mein Kampf, në cilin vit? Në 25. Në 25, dhe aty është një citat, edhe thotë, zionistët thonë që duam të bëjmë shtetin tonë, se kur të bëjmë neve shtetin tonë, ne do t'ju lejmë rahat juve popujt e tjerë. Por ai thotë që kur ta bëjnë ata shtetin e tyre, ai shteti i tyre nuk do të jetë shtet, po do të jetë qendra e hajdutërisë ndërkombëtare, ku këta do vjedhin botën dhe parat që do t'i vjedhin do i kalojnë aty. Po në lidhje me Spakun, me aktivitetin e tij që është një si kryetem këto javë të fundit, kështu e ke ndjekur në një shikë? E ndjek edhe më bën çudi, domethënë. Janë duke ndruar të Spakut, po ndrohet, është duke u zgjedhur shefi i BKH-s ose i FBI-t shqiptar. Dhe pas më pak se 20 ditësh duhet zgjidhet dhe emri i ri një kryetari të ri të Spakut, Altin Dumani e mbaron atë mandatin. Dhe Spaku është përballë, domethënë, ndryshimeve radikale në kokën drejtuese të vet. Njëkohësisht është hapur një proces penal ndaj kryeministrës. Zvendës kryeministrës, më fal. QKK-ja, që është gjykata speciale për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që merr akuzat e Spakut, të prokurorisë Spakut, që është prokuroria e posaçme dhe gjykata është e posaçme, GKK-ja, ka marrë një vendim që me qenë se zonja Balluku është thirrur në gjendje të lirë dhe ka marrë atë padinësje pandehur, Edi Rama nuk kishte dëshirën ose vullnetin ose mundësinë, s'mund të ishte dot për arsye të saktuara, se ajo di shumë dhe nëse flet mund ta marrë me vete. Dhe nuk ka qenë nga ato kockat e njoma, kështu që mund ta kullufiste Rama, i ka bërë presion që ti mos më anashkalon dot. Dhe Rama ka zgjedhur këtë mënyrën tjetër tash që nëpërmjet prokurorisë posaçme është bërë një kërkesë në GKK që gjykata të vendoste heqjen e të gjitha funksioneve publike të pandehurës Balluku, duke argumentuar ose duke justifikuar me faktin që e pandehura mund të vazhdonte, mund të intimidonte dëshmitarët duke pasur fuqi institucionale të madhe, mundet të vazhdonte veprën penale për të cilën ajo akuzohet për korrupsionin, mund të vazhdonte përsëri dhe mund të dëmtonte interesat shtetërore. Si e ke lexuar ti këtë? Tjetë vërtet diçka e tillë apo fshihet diçka tjetër mbrapa, apo ka shkelur në kallën në një vend tjetër ajo dhe i kanë hapur këto letrat e brendshme, se këta qa bën brenda ti nuk e çajnë kokën shumë ndërkombëtarët se qa bën aty për interesat e brendshme. Kur shkel interesat e jashtme diku, pastaj fillojnë të hapin kartat në këto të brendshmet që të mbërthejnë duke pasur Spakun si deep state-in e tyre. Si mash. Si mash. Tani nuk e di saktësisht se çfarë po ndodh, por
Ajo që të bën përshtypje është që Spaku është bërë aq i fuqishëm sa që të kërcënojë edhe Ramën. Dhe kjo tregon që mbrapa Spakut duhet të jenë zionistët amerikanë e para. E dyta është interesante se procesin që i hapën kësaj ministres me mbiemër turk, ballok do të thotë peshk në Turqi. Ndoshta ka lidhje me kalimin e parave ndaj kompanisë turke të Erdoganit. Dhe nuk mund të jetë çudi sikur zionistët amerikanë, ndoshta me këtë proces që i hapën ballokës, është që të kërcënojnë Ramën e t'i thonë që nuk do bësh më biznes me turqit ose përndryshe do përfundosh si ajo. Por mund të ekzistojë edhe mundësia tjetër që ndoshta amerikanët me goditjen që po i bëjnë krau djathtë e Ramës, ndoshta po e kërcënojnë atë edhe më shumë që t'i marrin më shumë koncesione dhe ta përdorin, sigur i përdorin gjithë diktatorët në botë, që nga Saddam Husseini edhe deri te Daniel Ortega, i përdorin sa i përdorin dhe një moment i shpallin terroristi, i vrasin, i arrestojnë, i burgosin. Dhe marrin mbështetjen e popullit. Domethënë ky është makiavelizëm i pastër për personat që kanë lexuar Princin e Machiavellit. Rama e thot vetë që mua më duan gjithë varë në sheshi Skënderbej, thot. Po. Dhe Rama është pak a shumë për amerikanët një dead man walking. Dhe atë do ta gjej besojun fati i Ilir Metës, i Sali Berishës dhe i gjithë tjerëve. Dhe duhet kujtojmë diçka që shumë nga këto ligje që ne si shqiptar po vuajmë sot, ligjet kundër pastrimit parave e tjerë, janë kaluar në kohën kur Ilir Meta ishte president. Edhe vetë reforma në drejtësi u kalua kur Meta ishte kryetar parlamentit dhe ka bërë shumë punë që ta kalonte. Dhe amerikanët të gjithë ai realizoi konsensusin mes Berishës dhe Ramës dhe ta kaluar. Dhe amerikanët bën gabimi që bëri dhe Thaçi në Kosovë. Dhe amerikanët po i burgosin udhëheqësit ballkanik që nga Thaçi deri te Meta me ligje që këta i kanë kaluar me duart e tyre. E duhet kujtojmë një gjë që kur ambasadori Donald Lu i bënte presione këtyre atyre për reformën në drejtësi, justifikimi ishte që i thonin që ne po luftojmë tani kroshat, ta islamikët, se në emër të atyre usollën këto nenet për pastrimin e parave, financimin të terrorizmit, se usollën si paket këto. Edhe i hidheshin këtyre ignorantëve shqiptar, i thonin që ne s'kemi gjë me ju, ne kemi me ata islamikët, po janë ca mje krosha këtu të rrugë e Kavajës, se janë terroristë ata dhe pastrojnë legët, dhe ti kalojnë këto ligje. S'kemi gjë me ju. Ja, s'kemi gjë me ju. Firmoseni në qikë, futeni tuk e qarku në qikë. Hidheni pak firmën këtu. Dhe ata pa letras të bëjnë asgjë. Këta anglo-amerikanët kanë një traditë shumë ata dhe vaksinat i bën me firmë. Me firmë. Ai të thesh dhe unë s'mbaj përgjegjësi nëse ty të ndodh ndonjë gjë, po firmosen çik. Si firmën këtu. Hedhur firmën. Tash edhe para Zotit janë të justifikuar ata, thonë, ne thonë, ju tham që. Po, ram dakord. Jo edhe mund dëmtoj, do ta bësh ka firmosur vetë. Personat që njohin historinë e botës arabe apo të Kanadas, kanadezët për shembull kur u morën tokat këtyre indianëve indigjen, se toka si fjala bie Toronto, Ottawa, ende sot e kësaj dite kanë emrat e fisëve indiane që kanë qenë aty. Po. Anglezët i shkonin edhe i thonin, çfarë doni ju kuaj, buk, ushqime, rroba, vetëm na jepni në këtë territorin, hidhni firmën këtu, dhe po kanë marrë me firmë indianëve, edhe s'kan çati bën indianët deri më sot. Kështu i kopsit Britania me. Dhe në momentet kur britanikët nuk kanë arritur që të marrin firmat udhëheqësve të botës që ata sundojnë, për shembull Sherif Husseini, që ka qenë mbreti i Hijazit, në atë moment i çuan sauditët që kishin hedhur firmën më herët, Ibn Saudit, i thanë do t'u arrisin çik se janë mbajtur me lekë ta saudët. Në vitet 20. Filloi në 1915 me traktatin e Darinit. I jepshin 60.000 pound në vit familjes së Saudit me kurth që ju do luftoni me ne kundër kalifatit të Islamit sunit. Dhe pasi këta e shkatrojnë perandorinë osmane, gjë që nisi që me 28 nëntorin ton me luftën e parë ballkanike,
kur Sherif Husseini, i cili kishte... Diskutojmë qikë se ne, dalim në moment atë. Ja, sa ta mbaroj këtë. Dhe kur Sherif Husseini këta e gënjyen, e çuan kundër Osmanëve gjatë luftës parë ballkanike me Laurencin e Arabisë, duke i premtuar që pasi ti mundim turqit, ju do bëni kalifatin islamike, do ktheheni në Mekë, do në Jeruzaleme, në Medinë, në Damask, kur e pa Sherif Husseini që britanikët e gënjyen, në mars të 1924-s, kur e pa që edhe Osmanët ta i shkatruan, e shpall veten e tij kalif dhe nuk pranoi që të hedhi firmën në marrëveshjen e Traktatit Versajës, ku vulosej kolonizimi i botës arabe. Dhe nga që ai nuk pranoi të hedhi firmën, këta i ndërsyen Al-Saudët dhe Al-Saudët dhe e detyruan për luftë madhe civile. Pushtuan Mekën edhe Medinën vehabitët. Ai u arratis për te djali i tij Abdullahi, që këta e kishin vënë amir të Jordanisë. Nga aty e arrestuan e çuan në Qipro, dhe aty ka vdekur si qan, derisa kur po jepte shpirt e lanë që të kthehej në aman të vdesi. Pra po thoja, atë që britanikët apo anglo-amerikanët i bën arabëve, atë që i bën indianëve, atë po e bën shqiptarëve. Dhe shqiptarët kanë një problem shumë të madh që nuk e njohin historinë, nuk e dinë që në momentin që ta sotme nuk e njohin, ata të vjetrit e vjetër politike, ata i dinë atyre se u rritnin dot. Ata i dinë se ishin otoman, po. Ishin burrshtetash, ishin sundimtar të një perandorie, kurse këta janë bitë, unë i njoh, këta s'kan lexuar një libër. Një moment, këta janë bitë e komunistëve. Ai Enver Hoxha ishte u lodh duke i shpjeguar këtyre rreziqet e imperializmit anglo-amerikan. Këta thonë, Enveri ka 1 milion gjunare, nuk po e mbroj. Por në rrezikun anglo-amerikan kishte drejt, dhe këta nuk e kanë marrë asnjëherë seriozisht. Dhe sot Shqipëria është kthyer në një koloni anglo-amerikane, ku dalim tek Spakun sot ta kontrollon ambasada amerikane. Ky është kundër kushtetutës së Shqipërisë, është tradhti kombëtare është tradhti kombëtare, është kundër konventës së Vjenës. Britanikët merren me korrupsion. Dhe meqense krimin organizuar merren amerikanë. Dhe meqense po bëjmë këtë video, duhet kujtojmë këtu që është tradhtia e Ilir Metës ndaj Adriatic Lallës, ku përplas atëre për çështjen e Bankers Petroleum me ambasadorin Donald Lu për grabitjen që bënin amerikanët në fushat e Patozit. Me shpërthime shtëpitë banorëve, fshatarëve aty, dhe Ilir Meta që sot është në burg, është fal mëkateve dhe tradhtisë që bëri ndaj Adriatic Lallës. Nuk jam se e mbroj Adriatic Lallën as pak, se edhe ai ishte shërbëtori i këtyre. Miles këtë luftën kundër islamit dhe muslimanëve në Shqipëri ai e nisi, se e thrisnin në Amerikë, edhe i thonin që ti persekutojmë këta mjekroshat, por këta janë duke ja bërë gropën njëri tjetrit dhe po bien njëri pas tjetrit në gropën që po i ndërton zionizmi anglo-amerikan. Është ajo shpreha që qarkullon të mbas luftës dytë botërore, kur një prifsta në fillim ata erdhën tha për çifutët, tha, dhe unë thash unë s'jam çifut, le të vazhdojnë. Pastaj tha erdhën për komunistët, tha, dhe unë thash unë s'jam komunist, le të vazhdojnë. Pastaj kur erdhën për mua, tha, këtera ime s'kish kush të më mbronte. Ishte vonë. Pra, këtu mungon ajo koshienca dhe ndërgjegja e lartë qytetare dhe politike dhe adetare që të reagojnë kundër fenomeneve negative që dëmtojnë në shoqërinë shqiptare dhe jo thjesht ata si persona, sepse edhe atyre vjen një ditë. Të ndërpres një moment për shikuesit. Mua dhe ty personalisht na është bërë qefi kur e kemi parë ndoshta Erion Velin në burg, se ishte çun degen. Mund ta bëhet qefi edhe për ballokun, por mua nuk më bëhet qefi kur e fusin amerikanët në burg. Sepse këta meritojnë që ti gjykoj popullin shqiptar për vjedhjet që i kanë bërë këtij populli. Por këta luajnë në mënyrë perfekte machiavellizmin. Pak a shumë atë që bënte Cesare Borgia kur sundonte Firenzen në kohën e Machiavellit. Vendoste një sundimtar, ai bënte krime vrasje, pastaj thoshte popullit, s'ka gjë, u vrasën këtë, u varte sundimtarin e popullit thoshte, mashallah, është burr i mirë, Cesare Borgia. Dhe amerikanët këtë bëjnë me neve. Sjellin njerëz korruptuar, sjellin hajdut, u thonë që vjedhni, sikur i thonin Erion Velis me kompani,
vetëm juve na jepni në shtetin tuaj. Dhe është Erion Velia nga të parët që i ka futur zionizmin në mendje Edi Ramës. Erion Velia ishte prift protestant, evangelist. Ai është që e futi Ramën, se Rama fillimisht për mua nuk ka qenë kaq zionist. Ishte Velia që fillovi. Biles, ju e mbani mend edhe kur nisi gjenocidi në Gaza, Velia e mbushi gjithë Tiranën me postera, lironi pengjet tona, pengjet izraelite, kupton? Edhe ata e përdorën. Tani thonë, hajde, shihemi pas 20 vitesh. Olsi, nesër është 28 nëntori, këtu do kemi një debat së bashku e parandjej, që biseda nuk do na ecë s'ka që qetë si deri tashi. Ti ke të parin si busull, si besimtar musliman që ke umetin musliman. Qabeja ime është nga Mega, nuk është nga kryegjyshata bekësene. Ne nuk kemi, unë nuk kam dhe për ata që mendojnë si unë, pavarësisht nuk kanë ndonjë gjë me islamin, por e kanë të dytë dhe thonë që feja e shqiptarit është shqiptaria. Kjo është ajo që na bën ne dallimin. Ti je si ata muslimanët e vjetër, thua që çimentoja e ekzistencës së shoqërive muslimane nuk është kombi, po është besimi fetar. Kurse unë them që besimi në komp, në racë, në fe dhe në kulturë është dominant. Mjafton të them një fakt që shqiptarët kur ishin në Stamboll, ose dhe sot në Amerikë, kudo që janë, në radhë parë njën me njeri tjetrin. Nuk rinë me kombësit e huaja, sepse njeri tjetrin njojnë, njeri tjetrin flasin, kanë të njëjtin gjuhë, e ndjenjë që kanë të njëjtin gjak për zakonave të përbashkëta që kanë. Shqipëria madje mund të them që s'ka dialekte, se dialektet midis gegëve dhe tozgëve që i quajmë ne gabimisht nuk ndryshojnë 90%. Ne kemi pak a shumë të njëjtat zakone të mira, po dhe të këqija. Jemi shumë mikpritësa të gjithë në çdo cep të Shqipërisë që të shkosh. I dalim për zot mikut kur na vjen që është jabanxhi, nuk e lem në balë në çdo vend që të vej, në ndryshim nga këto vendet e tjera dhe popujt e tjerë që nuk e kanë problem të alçojnë, sepse ashtu e kanë kulturën. Nuk e harrojmë kollaj si të mirën dhe të keqen, dhe për këtë të fundit ne jemi dhe shumë hakmarrës në ndryshim nga popujt e tjerë, ne nuk falim. Nuk e harrojmë të mirë, por nuk e harrojmë dhe të keqen. Kurse në popujt e tjerë dhe mira dhe keqja harrohen çik më kollaj. Pra, këto vlera dhe virtyte dhe këto dobësi ne në mbajnë kudo që t'jemi jashtë teritorit popullatave ku flitet shqip, ne në mbajnë së bashku. Dhe kjo tregon që dhe ortodoks, dhe musliman, dhe çfarëdo që t'i ishin, qëndronin të gjithë të lidhur. Madje Karaxhishi, ai poeti kombëtar serb, kur fliste për rilindjen kombëtare serbe, theshte ne duhet t'ju ngjasim shqiptarëve, theshte. Një shqiptar musliman i vret 10 turq për të mbrojtur një shqiptar ortodoks. Një shqiptar katolik i vret 10 austro-hungarez për të mbrojtur një shqiptar musliman. E kështu me radhë. Pra, shqiptarët fen e kanë pasur dytësore, gjithmonë, dhe të parë, gjithmonë kanë patur gjakun, gjuhën, racën, kombësinë, ngjashmërinë, ADN-n e tyre të përbashkët. Tashi, ta bëra këtë parantezë që ta kesh parasysh, aq sa mund ta kesh ti, sepse ti ke mendjen tënde. Ç'a mund na thuash për 28 nëntorin, për shpalljen e pavarësisë, ç'a ndodhi, kush ishin shkaqet ndërkombëtare që Shqipëria dhe vendet e Ballkanit shkuan drejt shkëputjes nga perandoria e përbashkët 500 vjeçare otomane dhe daljen me identitete të reja politike dhe shtetërore. Kush i nxiti nga mbrapa këto,
kush kishte interes që kjo të ndodhte dhe pse. Tani përpara se dalte 29 nëntori duhet që ti përgjigjem disa deklaratave tua. Për shembull, ju thotë shqiptarët nëpër botë rrinë me njëri tjetrin, në SBA etj. Nuk besoj që është. Edhe në Istanbul kanë ndendur bashkë edhe në të gjitha qytetet. Në Perëndim nuk është kështu. Edhe ushtarët rrinin bashkë. Stambolli është shqiptar me shqiptar. Stambolli është tjetër gjë. Por në Perëndim ke një asimilim. Edhe në Yemen shqiptar me shqiptar rrinin. Tregon Pashkovasa. Po, ajo është Perëndori Osmani është tjetër gjë. Kurse në Perëndim kemi një asimilim shumë të madh të shqiptarëve. Unë shoh për shembull gjeneratat e dyta të shqiptarëve. Ti me ke rrije në Kanada për shembull. Unë nuk rrija me shqiptarët e Shqipërisë. Unë rrija me musliman nga Pakistan. Me shqiptarët e Maqedonisë, se janë musliman. Po një lloj. Po jo, nuk janë një lloj se ka të bëjnë dallimin kulturor. Për shembull, unë nuk ulem dot në tavolinë me dikë që ha miqderri, sepse është feja që të ndan. Për këtë arsye rrija për shembull ty feja të ndalon të ashti, po jo. Po domethënë është gjë jo e mirë që fetarisht të rish me dikë që ha miqderri. Domethënë janë shumë gjëra. Po unë që pindoj çik alkool për shembull, mund të rish me. Po mirë, hajde, po alkooli është më i pasur se sa derri. Por ju thatë që feja e shqiptarëve është shqiptaria. Nuk është shqiptaria. Shqiptarët kanë fetë e tyre, ortodoksët kanë fenë e tyre, katolikët të tyre, muslimanët kanë fenë e tyre. Vërtet beson që shqiptarët janë shumë të thelluar në fetë abrahamike? Shqiptarët kanë qenë shumë të thelluar, por me ardhjen e komunizmit çfarë ndodhi? Është që komunizmi i rrafshoi këto identitetet fetare, duke i qafirizuar njerëzit në masë dhe mbolli fenë e shqiptarisë. Kjo nisi që në kohën e rilindjes, me vargjet e ndremjetës, Geget Tosk, Malsia Lia, jemi njës, du me unda, etj. Sepse ky është projekt që nisi këtu pas 28 nëntorit. Dhe ajo që ju tha, do më thënë që shqiptarët, do më thënë, kemi fe shqiptarinë, unë do thoja jo. Shqiptarët ndahet se nuk i përgjithsojmë dot. Disa mund ta kenë shqiptarinë, por mua më kujtohet një thënie e Mitat Frashërit në vitet Sot duhet ti? Për çfarë? Për sot po flet që apo për të kaluarën që disa thua e kanë shqiptarinë. Edhe sot. Disa e kanë sot. Po unë nuk e kam fe shqiptare, unë kam islam. Jo, disa. Po disa absolute. Jo, nuk është shumica absolute. Kanë ndryshuar gjërat, Fredi. Unë njoh shumë musliman ritualistë që në këtë pikë ndahen me ty. Janë të parën kanë atë dhënë komsin. Dgjoj, por është edhe presioni politik, ë? Për shembull, unë jam unë i njoh muslimanët. Unë rri me muslimanët. Se mo presioni u bën kur flas me ta dhe i shikoj se çfarë thon. Kanë frikë ata. Kanë frikë nga mua? Jo, nga sistemi. Se për shembull ka mund me sistemin? Jo ti. Po ti je njeri i medias. Dhe për shembull unë njoh shumë musliman që mua ndryshe folin në kafe, ndryshe folin kur dalin në televizion. Biles muç nana më thotë më që ti i vetmi që flet troç, se ka shumë musliman dalin edhe mundohen që të jenë politikisht korrekt, se në këtë vend po mos jesh politikisht korrekt, po mos jesh me Ramon, me rilindjen, me këto tezat dhe mitet që u instaluan me krimin e Shqipërisë, këtu të persekutojnë si puna ime, të heqin nga puna. Por unë do thoja që do të përmendja këtu një citat nga Mitat Frashëri ku thoshte para, domethënë kohën e tij, thonë e pyetën shqiptarin do të çojmë në Skëter. E ke dëgjuar këtë? Ai tha sa paguajmë. Dhe kjo është e mund që nuk janë shumë të thelluar mbas feve abrahamike. Thuaj edhe në ta dëgjojnë dëgjues. Por çfarë tregon kjo? Se domethënë Mitati ishte produkti rilindjes i fundit Osman dhe krimit shtetit shqiptar. Dhe ai kur e përmend këtë çfarë do thotë? Që feja shqiptarit nuk ishte shqiptaria në atë kohë, por nuk ishte as fetë abrahamike, por ishte paraja. Pra është një popull shumë materialist. Tani dalim tek ajo që ju thatë për që jemi popull hakmarrës e tjerë. Nuk jemi vetëm neve hakmarrës. Në perandorinë osmane kjo ka qenë veti e popujve malsor. Dhe shqiptarët si popull malsor që ishin pak a shumë njësoj sikur çeçenët, sikur gjorgjanët, popull që vinin nga malsitë e perandorisë osmane. Por
kur vjen puna në perandorinë osmane, ju keni drejt që shqiptarët qëndronin me njëri tjetrin. Dhe të përmenda përpara se të hynim këtu në studio një fakt nga Koçibeu. Koçibeu ka qenë këshilltar i Sultan Muratit të katërt, ai mbahet pak a shumë si Richelieu-ja. 1650. 1630-ën, edhe shkruan një traktat për sultanin që quhet Risale, që do thotë letër, ku ai në atë kohë i ankohej do ta përkthejmë ne së shpejti. Inshallah. Ku ai i ankohej sultanit, se domethënë kishte filluar të dobësohej shteti Osman. E thot dobësimi, thot po na vjen thot nga që kanë filluar të hynë në ushtri turq, cigan, çifut. Dhe banorët e qyteteve po hynë në ushtri. Dhe i thot sultanit që ta mbajmë shtetin e fortë, shteti duhet mbahet nga Devshirmeja. Devshirmeja ishte institucioni Jeniçero Bektashian. Dhe thot në ushtrin thot duhet ta mbajmë me shqiptar, bosnjak, grek, bullgar dhe armen. Pra në perandorinë edhe serb. Pra në perandorinë osmane, shqiptarët ishin elita sunduese, se këtu do dalë edhe te 28 nëntori. Dhe shqiptarët ishin pak a shumë sikur janë çifutët sot për Amerikën. Domethënë sikur ne themi, shiko, gjithë këta sekretarët e shtetit janë çifut, janë nga Ukraina, nga Polonia. Ajo që ndodh në Amerikë, ndodhte në perandorinë osmane. Pra, perandoria osmane ishte produkti Ballkanit. Se kush e krijoi perandorinë osmane? Ishin dy element. Njëra ishte dera e Osmanit, që ishte familje me origjinë oguze solgjuke, nga erdhën gjithë sultanët Osman, po rritnin vetëm nga baballarët, se nonat i kishin të bardha, i kishin bullgare, shqiptare, greke, serbe, dhe ishte institucioni Jeniçerëve, Bektashit. Pra ishte një aleancë ndërmjet shqiptarëve që dominonin ushtrin, se ushtria ishte, domethënë shteti Osman ishte një shtet ushtarak, dhe nga ushtria ta më pas dominonin administratën, dhe sultanët ishin thjesht ata që kishin titullin honorific. Dhe po të shikosh historinë e perandorisë. Pra, edhe mund të përmbysin një sultanet, vinin një tjetër. Këta përmbysin sultanët, këta i shdukin sultanët. Dhe përmbysin Kazanin. Dhe shkatrimi i perandorisë osmane vjen me Mahmutin e dytë. Që vroi. Gjëmën e parë 1826, kur ai përmbys Oxhakun e Jeniçerëve me masakrën e Etmejdanit, se shteti Osman ishte një aleancë, sikur thash, në një krah qëndronte sultani, në krahun tjetër qëndronin ulemat me Jeniçerët. Ishte pak a shumë sikur është Irani sot. Në Iran ke liderin suprem Khamenein, në anën tjetër ke gardën revolucionare dhe klerin. Dhe ishin këto dy shtylla që e mbanin. Sikur është në Amerikë sot, që në një anë ke lobin zionist që kontrollojnë bankat, dhe në anën tjetër ke rob që i gjejnë ata, hajde po të bëjmë president. Por Mahmuti II çfarë bëri? Shkatroi Jeniçerët dhe nisi procesin e deislamizimit të perandorisë osmane, i cili kulminoi në kohën e Abdul Mexhidit të parë me reformën e Tanzimatit. Dhe po shikosh, kur u bë reforma e Tanzimatit, gjithë Ballkani u dojsh, sepse u quan shqiptarët, u quan bosnjakët, gjithë po luftonin, sepse me Tanzimatin sultanët Osman i hoqën privilegjet këtyre myslimanëve të bardhë, dhe thanë, ju tani do trajtoni njësoj me grekët edhe me serbët. Dhe përveç masakrës së Jeniçerëve, për mua perandoria osmane era në momentin në Ballkan, në momentin kur Mahmuti i dytë, që ishte një ordiner, një pjanec, një vagabond, një budalla, vrau Ali Pashajin. Me vrasjen e Ali Pashajit, Ballkani u zhduk. Për osmanët u krijua Greqia, dhe elementi shqiptar dhe elementi tosk, jo geg, duhet ta theksojmë këtu, i cili nga jugu i Shqipërisë deri në Thesali sundonte çdo gjë, domethënë shqiptarët atëherë ishin sigur janë çifutët sot në Amerikë. Do bëhesh guvernatori, do të jesh çifut apo zari i tyre. Në këtë moment nis një revansh, të parin e filluan grekët me vrasjet dhe spastrimet etnike të myslimanëve në Greqi.
me Filiki Eterian, që bën atë që njihet si revolucioni grek, që për neve është një luftë terroriste kundër myslimanëve, dhe aty kemi tërheqjen e elementit mysliman dhe kemi rënien e ngadalë të perantorisë. Dhe nga 1820 dalim në 1912 në një periudhë prej 88 viteve, pothuajse 90 viteve, 92 vjet. Ne kemi pasaj zhdukjen e perandorisë osmane. Dhe dalim të 28 nëntori, se më pyete, domethënë kush është mendimi për 28 nëntorin. Për mua 28 nëntori është një tragjedi e madhe për shqiptarët, ndryshe nga shumë që e festojnë tonë 28 nëntori bën vendin tonë etj. Është një tragjedi se shqiptarët humbën një perandori dhe fituan një ministet. Dhe ky ministet, nga krijimi i tij në 28 nëntor 1912, deri më sot ka parë tragjedira të një pas njëshme. Domethënë, krimet që shqiptarët kanë bërë kundër shqiptarëve nuk ja kanë bërë ndonjëherë osmanët. Sepse në perandorinë osmane, këto fiset e egra malsore të varfra shqiptare, sidomos ato që u islamizuan, por edhe ato që nuk u islamizuan, se duhet përmendim këtu për shembull fanariotët, duhet përmendim vllehët e voskopojës e tjerë. Ortodoksët fituan, domethënë ishin pak a shumë oligarkët e transportit, e biznesit osman. Dhe ishin që nga Fanari në Stamboll deri në portin e Janinës, edhe trajtoheshin sipas asaj dhimis, si quhesh, trajtoheshin me ishin biznesin ata. Domethënë ata ishin, nëse myslimanët kishin shpatën dhe administratën, ortodoksët kishin lekun edhe tregtin. Dhe për shembull në rastin e Koçibeut ishte mysliman, vllai e kishte ortodoks. Ku domethënë brenda një familje, që përmend edhe ti më herët që shqiptarët rinin me njëri tjetrin. Koçibeu është shqiptar nga Korça. Nga Korça. Pra, do të them që brenda një familje një vlla bëj mysliman, dhe do bëj sadrazam apo vezir, vllai tjetër rrinte në kishë, bënte tregtin, thoshte hajde tek unë, thoshte s'ka problem. Ti e ka unë jam mysliman, nuk prish punë. Ka qenë kjo tolerancë se ka qenë një aleancë fisesh. Dhe ajo që përmenda nga Koçibeu i flet Sultan Muratit aty si shqiptar, i thot, shiva thot, do ta kemi në pushtetin, mos i sill ta turqit, thot se këta janë ignorant, edhe ciganët. Prandaj për mua, domethënë 28 nëntori, ndryshe nga mitografia shqiptare e feston si ditë të madhe, për mua është ditë zije dhe vajtimi, sepse në 28 nëntor e para është mit se Shqipëria nuk u krijua në 28 nëntor, u krijua në korrik. Harrova datën, ndoshta 30 korrik vitit 1913, kur fuqitë e mëdha të Evropës më në fund vendosën krijimin e shtetit shqiptar. Dhe e dyta është në Londër, në konferencën e ambasadorëve. E dyta është që 28 nëntori ishte një shfaqje teatrike e austriakëve, ku ata, tani që po bëheshin bisedimet në Londër për të ardhmen e vilajeteve turke, do ta thaksojmë të Janinës, të Shkodrës, të Manastirit dhe të Kosovës, kishin nevojë për një atë që quhet në anglisht facts on the ground, apo fact në ambient, për t'i bërë presion francezëve dhe rusëve që nuk donin krijimin e një principate shqiptare. Dhe deri në dhjetor, se unë kam bërë doktoratën për këtë, i kam lexuar arkivat e Londrës edhe të Vienës edhe të Vatikanit, deri në dhjetor të vitit 1912, konsensusi në konferencën e ambasadorëve ndërmjet britanikëve, gjermanëve, austriakëve, habsburgëve dhe italianëve ishte që nuk do kishte një Shqipëri, por do ishte një principat autonome osmane. Por do dërgoj telegram në atë kohë, sadrazëmi apo kryeministri osman, Mahmud Shefqet Pasha, nëse s'ja gaboj emrin, ku do i thotë që tani që ra vilajeti i Selanikut, ne nuk kemi më rrugë toksore që ta kontrollojmë Shqipërinë, dhe tha bëni çfarë doni. Pra, 28 nëntori është mit që neve bëm, sidomos lebrit, unë jam gjysmë lab
vet. Edhe mbaj mend nga stërgjyqja ime që këndonte cili je ti more burrë që na vjen nga Shqipëria, unë jam Smail Qemali, mbrapa më vjen historia, po Smail Qemali ishte thjesht një kukull. Sa patosnano, jo be. Të cilin austriakët e përdorën dhe pasi ata e konsoliduan Shqipërinë me Prince Vidin, austriakët, italianët, me në krye britanikët, e dëbuan si qenë. Mirë, unë kam lexuar edhe ato bisedimet sekrete që kanë mbajtur ambasadorët me njëri tjetrin Këta të KNK-s në 1913, se tani do sillnin vidin, e nuk i duaj më ky. Dhe këta e dinin që Ismail Qemali u pendua nga gjithë kjo që bëri në 28 nëntor, dhe hyn në bisedime me Bekir Gebrene Agën, me flotën Gjon Turke, ku plani i Ismail Qemalit ishte që do zbarkonte ushtria turke këtu, do mobilizoheshin shqiptarët, do vendosësh që të çanin frontin e jo një mbret nga perëndimi, por një Jo, vetëm kjo, po projekti i Gjon Turqëve ishte që do rifillonin luftën, që do merrnin Janinën, do merrnin manastirin, do ecnin për Selanik, donin që të rishlironin Ballkanin, por spionazhi i KNK-s Grekët kapën Beqirin, i përgjonte të gjitha, kapën në Anije, duan në Kepi Gjuzës, i dolën atje, po kishin informacionet. Dhe nga që e dinin që Bekir Gebrenia para se të vinte kishte çuar telegram Ismailit dhe i thoshte mprit, e morën e futën në një dhomë dhe në raportin që Harry Lamb, që ishte konsulli britanik në Durrës, thot, ja shfaqëm telegramin dhe i tham Ismail Qemalit ke bërë tradhti, thonë. Dhe ke dy opsione, një do të dënoj me vdekje, dy do japësh dorëheqjen dhe do t'japim edhe një flet lavdërimi dhe do të lavdërojmë për punën që ke bërë. E tha Ismaili, tha spaçisha të bënte, po hodhi firmën edhe hiku me bish në shaq. Ismaili ka që Mason, po legjend, agent grek, agent anglez. Të dy përfunduan shumë keq, dhe Ismaili dhe Sati që krijoi qeverinë tjetër. Jo vetëm ta, edhe Hasan Prishtina, edhe Isa Buletini. Domethënë, të gjithë ta që sidomos Hasan Prishtina, se për mua Isa nuk ka qenë mason. Jo, Isa jo, po Hasani ka qenë. Hasani po. Po, dhe këta, se Hasani është ai që i nxiti revoltat shqiptare në 1911, dhe për mua Hasani pati fundin më tragjik. Nga një parlamentar që drithte Stambollin, që i detyrovi kryeministrin atëherë Osman të jepte autonomi 4 vilajeteve, se domethënë 28 nëntori është nën produkt i aktivitetit të Esat Pashës me muslimante e Krujës që u revoltuan kundër Osmanëve, me revoltat në veri dhe revoltat që kanë nxitur Hasan Prishtina me Isa Buletin dhe Riza Bek Gjakovën në Kosovë. Se këta nxisnin këta muslimanët fanatik, se revoltat nuk u bën për autonomi. Ka një libër Hasan Prishtina harrova titrin, Kujtimet Shqipërisë diçka e tillë, dhe thot kur unë thot kam çuar në luftë thot Isa Bek Gjakovën dhe Riza Bek Buletinin, unë i kam çuar ata me pështu Sultan Abdulhamidin. Sikur ata, se këta kosovarët donin shkonin në Selanik, shptonin nga burgu Sultan Abdulhamidin. Sikur ta dinte ata e kishin futur në burgun fuqit. Në vilën e familjes Çifute, në familjes Çifute të harrova emrin familjes. Dhe thot në kujtimet e tij Hasan Prishtina, sikur ta dinte Riza Bek Gjakova me Isa Buletinin që un po luftoja për Shqipërinë, kishin bë kafirë, më kishin vrarë. Kishin bë qafir. Se domethënë, sidomos për kosovarët, ideja që do krijojë një shtet shqiptar ishte e paimagjinueshme. Ideja e shqiptarizmës erdhi nga ne, nga Toskët, ku dalim edhe te ai kushëriri juaj, ai Salibutka, që ishte një projekt që nisi ndërmjet ortodoksëve dhe bektashive, sepse muslimanët sunit nuk kanë dashur krijimin e një Shqipërie. Prandaj, për mua, domethënë 28 nëntori për mua do të jetë ditë e kopshme për shqiptarët, nga që 28 nëntori do pasohen nga Italia për ngritjen e këtyre revoltave në Kosovë më 11-12 ka ardhur dhe një karbonar, Teren Stoçi, po, i cili
nxiti Frank Bibdodën për të krijuar shtetin e pavarur katolik. Po. Dhe projekti i cili u mbështet edhe nga serbët. Edhe nga serbët dhe duhet kujtojmë diçka për shikuesit tanë që Lëvizja Nacionaliste Shqiptare ishte lëvizje që u sponsorizua nga Rothschildët. Në këto veprat veprat letrare, në këto letrat e Naim Frashërit, biles këtë fakt më ka treguar se Rothschildët kërkuan dezintegrimin e perandorisë turke. Kjo ka të bëjë me zionizmin. Në vitin 1897, kur ata bëjnë kongresin e Bazelit, ata vendosin që do bëjnë Izraelin biblik, shkojnë te Abdul Hamiti. Ata e kishin shkatruar perandorin para Abdul Hamitit, se në kohën e Abdul Mexhidit ai ishte budalla. E fusin në luftën e Krimes, japin 5.000 sterlina borxh perandorisë osmane, dhe kur vjen Abdul Hamiti, kur e panë që Abdul Hamiti nuk po i bindej atyre, i shkojnë Abdul Hamitit, i thonë ke 200.000 sterlina borxh. Do të thënë nga 5 u bën 200.000, 40 herë ja rritën vetëm fajde. E i thanë duhet t'i japësh lekët, ai i thotë s'kam lek, edhe perandoria osmane shpalli falimentin. Dhe pasi shpall falimentin, pak më vonë, pasi bëjnë kongresin e Bazelit këta, i shkon Teodor Herzi, i thotë, shiva, thotë, perandoria jote, thotë, është e shkatruar, thotë, s'ke më lek, thotë. Ne, thotë, do të ti heqim gjitha borxhet që ke, do t'ju kthejmë juve në superfuqinë e Evropës, do t'ju japim lek sa doni, vetëm na jepni Palestinën. Abdul Hamiti tha jo. I tregon në kujtimet të Abdul Hamit. Dhe si shkëmbim çfarë bën ata nxitën edhe këto shtetet ballkanike kur nisi lufta e parë. Jam duke përkthyer një libër me përkthyes të historinë e Abdul Hamitit, besoj nga Pranvera do ta botoj. Dhe një libër për këtë monografi për kryeministrin e Vlorave që ka qenë viti 1903, Ferit Pashvlora, 1903-1908. Fantastike. Edhe duhet them që shqiptarët me të vërtet u bën me shtet. Shteti shqiptar u bë pas konferencës paqes, domethënë 1920-ën, edhe ishin britanikët që na bën. Domethënë i urrejmë britanikët, po duhet ta themi që ishin ata, jo se na donin neve, jo këto prallat, jo na donte Wilsoni, na donin amerikanët. Se edhe në konferencën sikur son këto që vajti Wilson i ra me grush të patinës, shqiptarët nuk si Bazaliu tha, i që kur fluturoi nga Qerbelaja, që ra në malin e Kulmagut edhe vuri gjurmën aty edhe Rakali. Budalliqë shqiptarë. Wilsoni dhe dha koloneli Edward Mandell House këto pikat sipas Chatham House-it. Se në konferencën e paqes ndodhen pas luftës parë botërore, ndodhen disa intriga të mëdha kundër Shqipërisë. E para, Esat Pashtoptani, që për mua është heroi më i madh i Shqipërisë. Po, shumë mendoj. Jo, më i madh, po është njeri i madh. Domethënë ai politikan nacionalist i madh shqiptar. Domethënë unë i them këto në mënyrë të përsëritur, po shqiptarët trushplahen nëpër shkolla dhe është vështirë ta ndryshosh, se po më thoshte njëri, më trego thoshte pse është Esati. I thash, e para, Esati me Ganibek Toptanin bën masakër në betejën e 7 puseve në Greqi, kur çun grekët atëherë, edhe u bë me famë. E dyta, kur nis lufta ballkanike, mbrojti Shkodrën, kur Ismail Qemali dha urdhër, se ai ishte agent, i dha urdhër lebrëve mos luftonin për Janinën, dhe që gjithë populli urrente si tradhtar, ai mori nizamët nga Tirana dhe Elbasani dhe ka luftuar si qenë Birqeni deri në prill. Ka pasur 8.000 ushtarë. Po, dhe se është edhe propaganda John Turke, se John Turqit e shpallën armikat, Edhe Hasan Rizajn e vravi sepse kërkonte të aratiseshë me ushtarët e vet. Dhe ky kishte kunatin. Nuk e ka vrarë Hasanin. Unë jam marrë me këtë. Hasan Rizajn e kanë vrarë katolikët Shkodran, i ka paguar Malizi. Por, edhe pse u vra Hasan, pak rëndësi ka Hasani, edhe pse u vra Hasan në janar. Ka vrarë Osman Bali. Ndoshta, po unë domethënë nuk kam lënë Osman Bali mburresh gjithmonë, unë e vrapa. Okej, nëse më ngjen një dokument, unë do ndroj mendje, po unë për këtë domethënë kam lexuar në arkimin e Romës, të Ministeriut Deli Afari Esteri, në Vatikan, në arkivin austriak. Shiko, sipas me çka ka ndodhur. Hasan Rizaj, sheu razi Esat Pashës, takovin në
liçenin natën, në liçenin e Shkodrës, takovi ministrin e jashtëm të Malit të Zi. Okej. Ai kishte qenë në Stamboll, kishte qenë ambasadori i Malit të Zi dhe njiheshe me Hasan Rizajin. Dhe Hasan Rizaj ka kërkuar që me ushtrinë që kishte në pjesën veriore dhe perëndimore të Shkodrës, me ushtrinë turke, me këta refitet që ishin këta, apo ja. Ky t'i linte të hapur bregun e detit dhe këta të dilnin në Kotor. Në Kotor ishte flota austro-hungareze, e cila do t'i merrte 13.000, më duket ushtarë kanë qenë, 12.000 ose 13.000, do t'i merrte të gjithë, do t'i çonte në Turqi. Ndërkohë, ushtarët shqiptarë të Esatit nuk dinin gjë, që ishin nga pjesë e jugut dhe mbronin pushtimin e Shkodrës nga serbët, të cilët kishin hyrë në Shëngjin dhe në Lezhë. Dhe në një natë ushtarët e Esatit ata erdhën deri në Tiranë. Po, kanë mbytur në diku në Bajzë, mos gaboj, kanë mbytur 11.000 ushtarë serb, që quhet masakra më e madhe e serbëve e ka bërë Esati. Këta nuk e dinin që... Jo vetëm kjo, fal të ndërpres, është një libër shumë i bukur, biles këtë libër po mund të ta përkthesh, do ta japon nga Edward J. Erickson, libri quhet Defeating Detail, më kujtoj që ta jap. Ai bën është libër për luftën e parë ballkanike. Ta gjejmë PDF, kam dashur me përkthy vitet. Po më dhe më mirë. Dhe ai merret në veçanti ka një kapitull për Shkodrën. Edhe thot Esati thot i ka grirë serbët me mitralos, se kishte artilleri të rëndë. Po, kanë bërë një mbrojtje heroike bashkë me Hasan Rizajin. Biles të ndërpres. Po me serbët ka luftuar Esati. Hasan Rizaj turqit kanë luftuar me Malazez në pjesën veriore. Dhe serbët që ju bëri një kurth ushtria e Esatit të shqiptarëve, ja u la vendin e hapur dhe i rrethovi dhe i detyrovi të hynin në kjo zona me kënet që ishte, këta nuk e dinin se ishte natë, nuk e njihnin vendin, edhe të goditur nga njëra anë, menduan që shpëtonin duke ikur nga perëndimi dhe nuk e dinin që ishin duke hyrë në kënet dhe filluan të mbyteshin dhe të vdisnin natën nga i ftohti, sepse ka qenë dimër, ka qenë janar më duket. Dhe kam tekur 11.000 ose ka shifrat ndryshme, disa thonë 5.000, disa thonë 8.000, disa 9.000, disa thonë edhe 11.000. Po lufta e Shkodrës e organizuar nga Hasan Rizaj, si general shumë e madh, ishte kurt Hasan Rizaj. Dhe Esat Pasha studiohet në West Point sot. Mbahet një nga triumfet e të rrethuarve me mjetet të pakta ndaj sulmuesve me mjetet të shumta. Jo vetëm në sot, por edhe në kohën e kur ishte Esati gjallë, Akademitë Ushtarake të Vienës e kanë ftuar Esatin në mbaj leksione se si e kanë mbrojtur Shkodrën. Dhe pse të ndërpres vetëm një moment. Pse thashëm që Esati është hero? Sepse plani fillestar i konferencës ambasadorëve ishte që Shkodra do bëj kryeqytet i Malit të Zi. Po. Dhe arsyeja pse ne sot kemi Shkodrën, nuk i kemi as nga Skënderbeu, as nga Edi Rama, as nga Enver Hoxha, i kemi nga Esat Pashtoptani, domethënë kushdo që do ta gjej këtë, dhe që shkon në Shkodër duhet ta di që nëse shkon si shqiptar, domethënë një merit të madhe Esat Pasha që këta që shkojnë vëjnë statuja të jo non Tereza, jo ku dëgjon, jo këta priftrin katolik, Shkodra duhet të ketë statujë të Esat Pashës. Dhe e këtë super dokumentuar. Dhe ta mbaroj pse e vrapi Hasan Rizaj. Hasan Rizaj bisedoi me ministrin dhe ata i thanë do të lëm rrugën e hapur, largoni. Mirë, ndërkohë të ndodhur brenda rrethimit serb nga jugu dhe malazezët të cilët do ta kishin tash më të lehtë luftonin me 7-8.000 shqiptarë se sa edhe me 13.000 ushtarë turq. Shqiptarët do të binin në një terrori të papar, do të masakroheshin. Esati që e mori vesh nga kunati vet, i cili ishte doktor, se kishte gruan turke. Ai ishte mjek e mori vesh nga këta të shtabit që ai kishte ikur natën dhe kishte biseduar dhe e thiri për t'i kërkuar llogari. I dha, si do ta bësh ti veprim të tillë, dha, do ikësh e do na lësh neve vet, ne erdhëm të shpëtonim juve dhe qytetin nga masakrat e malazezëve, ju kërkoni të largoheni. I tha, ke folur, ke biseduar, tha, ti thanë dje natën, a një ditë para, 2 ditë para, me ministrin e jashtëm të Malit të Zi në liçenin e Shkodrës, edhe i paraqiti fakte. Ky para fakteve e pranoi, tha, po i kam bërë të gjitha.
Dhe kur doli ai dha urdhër Osmanbalit për ta ekzekutuar. Ai ka jetuar dhe 2 ditë, mbas u plagos rënd, jetoi dhe 2 ditë dhe Esati i ka vajtur e ka kërcënuar në shtëpi. "Do më lësh mua komandën", i ka thënë, "sepse nëse s'më le mua, do t'rregoj se çfarë ke dashur të bësh, çfarë lloj tradhtie ke dashur të bësh." Dhe që shtabi të mos e merrte vesh këtë gjë, ku kishte edhe shumë shqiptar, ai pranovi dhe la Esatin, ju tha të gjithëve atje që Esati do jetë komandant. Dhe Esati e ka mbrojtur Shkodrën derisa doli vendimi i konferencës ambasadorëve që Shkodra i jepi, domethënë, dëgjoj, Shkodra ju dha Shqipërisë në mars, absolutisht. U largua nga Shkodra kur nuk kishin më as çartanin, të rrethuar nga të gjithë anët, as çfarë të pinin, kur kishin mbaruar gjitha mundësitë ushqimore, dhe deri në momentin Esati kishte një spionin e vet, një çoban, i cili shkonte me dhi nga zonë e Dibrës, dilte edhe shkonte në Stamboll. Dhe Esati ka mbajtur komunikim me ministrin e jashtëm turk. Dhe Ministria e Jashtme turke ka informuar nëpërmjet këtij çobanit, e ka informuar që Shkodra mbeti e Shqipërisë. Dhe në atë moment kur Esati nuk kishte më njerëz, ushtarët ishin duke vdekur nga uria në Shkodër, ai hanin mi, ai u detyrua pasaj në vore pemësh. U detyrua bëri atë marrëveshjen dinjitoze, që nuk u prek asnjë shqiptar. Nuk u prekën armët, ka dalë me armë. Dhe kanë dalë me dinjitet, dhe jo me kokë të ulur, po me kokën lart, kanë dalë. Kanë dorëzuar qytetin. Po, kanë dorëzuar qytetin, të cilin ata nuk e gëzuan dot, ashtu siç e vetëm e mbajtën ata, edhe erdhën britanikët, erdhi flota britanike austriake në Burg dhe i detyruan ose do dini ose do të bombardojmë. Tani dalim prapë tek Esati, se e lam për gjysmë atë figurën e Esatit. E para, Esati është heroi numër 1 i luftës parë ballkanike por ushtrim turke. Gjithë frontet turke ra Selaniku me tradhti, ai Esat nuk e ka patë emrin edhe i Selanikut. Një shqiptar ishte. Jashit i grekëve. Kolonialist. Jashit i grekëve. 2. Esat Pasjanina. Jo, ai u rrethua dhe nga bullgarët dhe nga grekët, dhe ai nuk e u dha bullgarëve. Ja dha grekëve. 2. Esat Pasjanina, që rezistoi deri në janar, më duket, apo në shkurt, duke mbrojtur Janinën. Ran të gjitha frontet. Edhe nga frontet e fundit që ka qenë Adrianopoja apo Edirneja. Po. Kurse rezistenca e Esatit deri në prill i çmondi turqit, i çmondi austriakët, i çmondi gjithë fuqitë e mëdha. Vetëm të lexosh bisedimet në konferencën e ambasadorëve, thotë çfarë po bëhet aty. Domethënë ra Turqia, hiku gjithë Turqia evropiane dhe Esati bëri dhe një gjë. Kur erdhën trupat malazeze, e uli flamurin turk nga kalaja dhe ngriti flamurin shqiptar. Jo, nuk ka ngrit flamurin shqiptar, për këtë ose kanë qenë të dy flamurët. Ka mbajt flamurin turk edhe me flamur turk ka hyrë në Tiranë, sepse jo, sepse shiko, Esatin e bindën dhe i thanë që në qoftë se do ngresh flamurin shqiptar, nuk quhet që kanë pushtuar një kala armike, po quhet që kanë pushtuar një vend me të cilin nuk janë në luftë, edhe nuk do t'ju njihet pushtimi. Dhe Esati ja ka kërkuar këtë edhe Hasan Rizai, që krahas flamurit turk të mbante edhe flamurin shqiptar. Për mua nuk është e vërtetë. Po nuk duhet të rinë në këtë detaj. Tani duhet të them këtë, se po të hyjmë me këtë do flasim deri nesër. Po duhet të them këtë. Ai rezistoi, Shkodra kthye në Stalingradin e luftës ballkanike, u kthye Stalingrad, u shkretua Shkodra nga topat e gjylet e plumbat që luftë të mërshme. Dhe nëse ndonjëherë në historinë e tyre moderne kanë bërë luftë shqiptarët, është lufta e Shkodrës. Ashtu është. Po, domethënë këta historianët labo vlaho komunistë ortodoks të Berhodës me rrenat që kanë bërë, e kanë ignoruar. Se merita tjetër e madhe e Esatit është lufta me kolonelin Thompson. Po prit, mos dalim aty, të lutem. Thompson ishte tradhtari më i madh i shqiptarëve, ne mbajmë mend. Ai ishte kolonizator, ai ishte pler. Po ky Rama e diti çfarë bëri, ky sa erdhi në pushtet 2016. Kurse Enrico Tellinin që ka dhënë jetën për shqiptarët, domethënë ne kemi anashkaluar. Rama kur erdhi në pushtet, një rrugë i vuri emrin e këtij Maskaraj, e këtij po mbushur më kanë 10 rrugë nëpër Shqipëri, e këtij Kuislingu. Po e që e vran shqiptarët. Kolonizator. E vran Zagarin. Këta shjaksin. Çupat e Haxhi Xhamilit. Tani të lutem se du ta mbaroj ti bëj një përmbledhje Esatit edhe Hecimani. Domethënë Esati
heroi Shkodrës. Si ka patur emrin ai generali sovjetik që mbrojti Stalingradin, Zhdanov. Voroshilov. Nuk ka qenë Zhdanovi, por Zhdanovi ishte, si quhej komandanti super. Ndoshta Zhdanov. Domethënë për mua Esati hyri në Berlin. Ishte Zhdanovi i ushtrisë osmane, jo vetëm shqiptare, osmane. E mbrojti Shkodrën, ja dha Shkodrën Shqipërisë. E dorëzoi Shkodrën vetëm në prill pasi në 30 mars, nëse s'jam gabim, e shpjeguar. Konferenca ambasadorëve vullosi, Shkodra është e Shqipërisë, Malezes harrojni, nuk keni se domethënë kur janë vendosur kufijt, vendoseshin mbi dëshirën e popujve. Me kë palë do t'jesh. Dhe shqiptarët aty treguan, ne nuk dorëzohemi. Kosovarët nuk luftuan, që të mbrojnë Prishtinën, u tërhoqën, luftuan Korçarët me Xhavit Pashën deri në dhjetor të 1912-s, po pastaj u tërhoqën trupat turke, më duket shkuan në Janin, se s'kishin ku të shkonin. Dhe Shkodra tregoi që ishte qytet 4 sipërisht shqiptar dhe nuk ishte asnjë mënyrë që ta rrëzonin. Se katolikët u bën me Malazes. Po, u bën me Malazes. Kundër ushtrisë turke dhe kundër dhe një nga arsyet pse Esati urrehet është pse ai mobilizoi elementin musliman. Kanë rënë shahid që nga redifët e Elbasanit, Tiranës, Shijakut, deri nga Dibra, kanë ardhur që kanë edhe kosovar që kanë luftuar për Shkodrën. E dyta, kur doli nga Shkodra, sigurisht ishin përthama Gjishamilizve që luftuan. Edhe tregon kujtimet, më fal një minutë, tregon kujtimet. Po, le ta mbaroj burse po heq fillin. 2. Kur doli nga Shkodra Esati, doli, sikur e përmend edhe ti, me ushtrit plot. Mori topat, mori mitralozët, mori artilerinë e rënd turke. Dhe në qoftë se ke lexuar letrën e Princ Vidit, kur Princ Vidi lë Shqipërinë, që shkruan kujtimet e vet, thot në Shqipëri, thot në 13 thot kishte vetëm 2 qendra pushteti. Njëri ishte Ismail Qemali, që ishte një hajdut që kontrollonte portin e Vlorës, që e mbanin për tradhtar dhe urrente dhe familje vet. Dhe dyta thot ishte njeriu më i frikshëm dhe më i armatosur i Shqipërisë, Esati, që kishte statusin e një heroi, dhe që kishte një ushtri moderne me standardet e kohës. Sa i mori gjithë ushtrin turke, u vendos në Tiranë. Biles edhe oficierët turq që kanë marrë në Tiranë, deri vonë. Hikëm lufta e parë ballkanike. Fillon lufta e parë botërore. Në një kohë që këta të Vlorës ishin gjithë tradhtar, ishin me Habsburgët, Esati ka rezistuar në Tiranë dhe ka bërë luftë me austro-hungarezët, i ka godit me topa. Po kur e pa që ishte ushtri e madhe, u tërhoq në Serbi, nga Serbia shkoi në Selanik, se duhet dalë te konferenca e paqes. Në Selanik themeloi dhe ka qenë me fituesit me Francë. Po pra se aty duhet dilje te 1920-ta. Si komunist. Themeloi qeverinë shqiptare në Mërgim, në Selanik. Dhe bashkëpunonte me francezët, me italianët për shtirimin e Shqipërisë nga austro-hungarezët. Kur mbaron lufta, bëhet konferenca paqes, Esati shkon aty i ftuar si presidenti i Shqipërisë. Ky ishte statusi i Esatit. Se duhet dalte anglezët. Por edhe pse ishte presidenti i Shqipërisë, prezenca e tij tani ai u kthy në problem për italianët. Se ndërsa ishte me italianët edhe me francezët në luftë kundër austriakëve dhe osmanëve dhe gjermanëve, tani ata nuk e donin. Ishte pro-gjerman në fillim, kur erdhi viti, por për shkak se këta ju kundërbuan dhe deshin ta vrisnin, atëherë u kthye me se nuk e donin mbret Shqipërisë ata, donin Vidin, prandaj u bë armik me ata. Jo, shiko pse u bën. Po të lutem, mamon. Po jo, është e rëndësishme kjo. Po mamon mos e ma ikën Është e rëndësishme. Po më më brava. Esati u bë asë me Vidin sepse Vidi dërgoi Frashin me që bëj paqe me andardët dhe bëri protokollin e Korfuzit, të cilin e kundërshtoi Esati tmerrësisht në ato takimet që e nxiste mbretin koloneli Thompson për të nënshkruar për Bernomet e i madh. Eksakt. Dhe Esati kërkonte të merrte ushtrinë i tha Princ Vidit nga tha Palacio ke frikti atje sa bregrisur grek tha, po ata i dëbojon tha për 3 ditë tha. Mje purdëri tha, dhe ta shikosh ti s'do mbetet kam prit. Po Esati dogji, u grind me Thompsonin, i cili e qelloi me top në shtëpi mbi krevatin matrimonial. Pra Esati ka luftuar me ata për të mbrojtur jugun e Shqipërisë, për kufin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe dua të them, vazhdoj me Esatin. Esati tani shkon në konferencën e paqes në Versailles, palfituesa. Edhe nuk e dia ke lexuar, e ka botuar më duket Neritan Kolgjini vite më herët fjalimin e Esatit, që thotë ne jemi palfituese
ne fituam, ne luftuam krah me ju, kemi të vërar, duam që Shqipëria të shpërblehet me territore. Ai donte zgjerimin e Shqipërisë, jo kjo që është sot. Nga që kjo bë problem, italianët paguajnë terroristin Avni Rustemi që kemi edhe sheshin. Vetëm kjo, kryesorja, ishte nafta. Jo, do të thënë nafta. I kërkuan, i thanë, do të mbështesim, po të na japësh naftën. Ajo i thanë, nafta është pasuri e popullit shqiptar, tha, dhe unë s'bëj asnjë pazar për naftën. Dhe u bë pazari me Shqippash Elbasanin dhe u vendos të bëhej kjo konferencë. Po, një moment. Kongresi Lushjes, ku vendos vrasja e Esatit. Me britanikët, me kompanitë e naftës, Rockefeller, e kanë vrarë Esatin. Tani, unë çfarë di është që Esati hyri në bisedime me britanikët dhe bëri kongresin e Lushnjës. Qeveria që doli... Një moment. Unë kam bërë intervista edhe me nipat e Osman Balit dhe Esatit. Kongresi Lushjes nuk njojti qeverinë e Durrësit, e vendosi kryeqytetin në Tiranë, nuk njojti Esat Pashën si përfaqësues. Një minutë, unë do të tregoj dokumente. Lexo bisedimet e Kuvendit Kombëtar. Janë fjalimet e Mytesim Këlliçit, që ka qenë deputeti i Durrësit, i Durrësit. Dhe kur hyn qeveria që doli, ja marr me këtë temë në detaj. Kongresin e Lushnjës e bën konsuli Eden, britanik, me këtë Eriksonin, Telford Erikson, që ishte konsul amerikan. Në Itali. Këta, por ishin britanikët. Tani, çfarë ndodhi? Për dalim pak te konferenca e paqes. Edenin deshin ta vrisin italianët një moment. Projekti italian ishte me qeverinë Quislinge të Durrësit, të Mehmet Konicës dhe Luiz Bunçit, Shqipëria do bëj koloni italiane. Nuk do kishte Shqipëri, naftën do e vidhnin italianët. Tani britanikët, nga që nuk donin që naftën ta vidhnin italianët, kontakton Esatin në Paris dhe i thot, do më bësh një qeveri të re. Dhe Esati në bashkëpunim me këta toskët që e vranë më mbrapa, bëjnë kongresin e Lushnjës dhe kur hyn në Tiranën atyre u ka hap Osman Bali. Pa Osman Bali nuk hynte do njëri në Tiranë. Dhe në krye të qeverisë Lushnjës vun nipin e Esatit Ahmet Zogun. Dhe kur kanë ardhur në Tiranë, se ky Osman Bali i ka pa tokat ku është Kisha Katolike që bëri Berisha, janë tokat e Balve ato që u avodhën. Dhe kur janë botuar ato quhet bisedimet e Këshillit Kombëtar, bisedimet e parlamentit, kur është mbledh parlamenti në Tiranë, aty në mënyrë zyrtare i është quar ftesë Esatit, se ky ishte marrëveshja, Esati duhet vinë në Shqipëri si presidenti i Shqipërisë. Në momentet kur Esati po bëhej gati që do vinte, sipas konsulit amerikan në Beograd, Alban Young, ishte kjo klika masone e Durrësit, që merr këtë vrasësin me pagesë Avni Rustemin, italianët, shërbimi sekret italian Xhevat Korça dhe lekët, Xhevat Korça ishte shoqëruesi dhe përkthyesi i Eriksonit. Kur erdhi nga Italia, pra amerikanët kanë marrë vendim për Rockefellerëve për ta eliminuar. Një moment, unë duhet të them çka kam lexuar nga Alban Young, nga konsuli amerikan në Beograd. Se ai bën një raport Washingtonit atëre, ç'a ndodhi. Sepse edhe Wilsoni e njifte vidin këtë Esatin, ishin taku shpesh me Esatin. Dhe sipas raportit të Alban Youngut, Avni Rustemi pajiset me pasaport italiane, qëndron në Bari edhe në Milano. Kishte shumë lek me vete. Kishte shumë lek dhe lireta italiane. Shkon në Paris, e takon Esatin, i thot jam një student, du një bursë etj. Se Esati ishte shumë xhymert edhe sponsorizonte edhe Mustafa Krujen, Merlikën, ky e shkolloi. Edhe i thot Esati mirë, do takohemi ditën tjetër, thot. Lë takimin ditën tjetër kishon e vret. Dhe tani që po flisnin për Esatin, sikur Esati mos ishte vrarë, në konferencën e paqes, ndoshta Shqipëria nuk do të ishte kjo që u bë. Do të ishte ndoshta më e madhe. Sepse ai aty u prezantua ne jemi palfituese në luftë, dhe si palfituese ju duhet na shpërbleni. Në italianët e vranë për dy gjëra. E para, se ky po bëri qeverin paralele që doli nga Kongresi i Lushnjës, 2 hakmarrje për ato që Esati kishte bërë, dhe 3 nuk donin që Shqipëria të shpërblehej me territore tjera.
Ky ishte presatin edhe donin të mbanin ato ata se konferencë e fshetë e ambasadorëve në Londër 15-ën i dha të drejtën Italisë të merrte Sazanin, Vlorën deri në derdhjen deri në qafën e Llogarat dhe derdhjen e Vjos. Italianët mundësisht do donin që të ishte doli nafta. Mundësisht do donin që të mbanin atë traktatin e fshehtë Londrës, të cilin botoi Leon Trotski, bolshevikët pasi rrëzuan qeverinë e carit dhe botuan. Britanikët i mashtruan italianët atje me atë traktat për të mos e lënë Italinë të rishisen në anën e gjermanëve në luftën e dytë botërore, në gjysmën e luftës të parë botërore. Dhe i mashtruan dhe pasaj Edeni nxiti luftën e Vlorës për t'i dëbuar dhe për t'u thënë italianëve që janë nuk është se i prishëm firmat që kemi hedhur, po ju shqiptarët ju hodhën det. Dhe edhe gjë tjetër, britanikët në vitet 1920, ndoshta deri në 25-ën, kishin shumë interes në Shqipëri. Por kur e kuptuan që s'kishte shumë vajguri, se nuk e qunin naftë atëherë, e qunin vajguri, më pas ja lan italianëve, edhe u tërhoqën. Dhe pastaj, domethënë nga 25-a e mbrapa, ne kemi zjerimin e influencës italiane këtu, derisa e pushtuan në 1939. Po dalim prapë te Shqipëria. Domethënë 28 nëntori nuk është data e krijimit të Shqipërisë. Për mua Shqipëria, nëse do flasim në mënyrë de facto, krijohet me konferencën e Lushnjës. Se deri atëherë kongresin e Lushnjës, se domethënë deri atëherë nuk ishte asgjë gjë. Dhe 28 nëntori është një super përrall. Po pra që pashën çfarë mendim ke kështu? Një minutë para se dalte ai qifi. Për mua Ismail Qemali është si ky plumpilin që vlla, që thotë po bëj qeverinë e Vlorës, po marr këta, po marr ata. Domethënë ishte një prall më mbret, ishte kot, ishte askush. Por personi plumpilin që është produkt i deep state-it, nuk është nava. A thoi që nuk është bulla? Mos beso këto që thon këta, jo është i Ramës, jo. Unë nuk e besoj kështu. Është produkti i deep state-it dhe i projektit që kishte deep state-i për krijimin e arkshigjit muslimane ballkanike. Por Trumpi duket që anulloi atë projekt pas takimit me Putinin. Po nëse mos e zjatëm. Për Aqifin ke ndonjë mendim? Person kemi ero të madh Aqifin, ti çfarë mendim ke? Për mua Aqifi ishte pjesë e klikës masonike që u bë atëherë për të hequr, domethënë Aqif Pash Elbasani, kush ishin ata dy tjerët? Që u bë kjo që u krijua kjo regjenca. Regjenca, domethënë, këta ishin një katolik, edhe një musliman, edhe një ortodoks. Ky ishte kryetari i regjencës dhe përfaqësonin princ Vidin mbret Vidin derisa në Shqipëri të vendosësh si do të ishte sistemi që e prishi pasaj marrëveshjen në Metzogu që u zgjodh president dhe pasaj mbreti shqiptarëve. Po Aqifi gjithmonë ka qenë një njeri intrigant që fuste spica kundërshtarëve të vet, arriti deri atje sa mori pjesë në intrigën për vrasjen e kushëririt të parë. Se i kishte kushërit të parë Satit, për pushtet, bravi dhe kushërin e parë, që në Djematezesh mos gaboj. Dhe bashkë me Zogun, kështë edhe Zogu e kishte maman Toptanase, do më thënë kanë marrë pjesë të dy bashkë në vrasjen e kushëririt të vetë. Dhe njëkohësisht, kur Ahmet Zogu ishte ministër i brendshëm në 22-shin, kur u bë revolta e Dibranëve, ku në krye Alit Leshi, Elezi Sufi dhe nga Tropoja, Bajram Thuri, u nisën për të përmbysur qeverinë e Tiranës. Ky ka mbajtur, domethënë, ky ka qenë krye intriganti që i organizoi këta, në një kohë që duhet luftonte për qetësimin e shtetit shqiptar, si kreu i shtetit, sa ai ishte kreu i shtetit, nuk ishte kryeministri. Dhe ai i kanë nxitur këta për revolta, po trimëria e burit tjetër, që ishte Ahmet Zogu, i bllokovi, u vra dhe me lesh frashëri duke bllokuar. Po, dhe Bajram Thuri dhe Tropojan u kthyen shpejt. Vetëm ky Elezi Sufi arriti hyri se dhe këtë Alit Leshin e bllokuan në Elbasan. Erdhi Shikteaj nga Qafethanës më duket, dhe bllokuan aty, dhe vetëm Elezi Sufi arriti tynte këtu dhe kanë bërë luftë, i tregon në kujtimet e veta Edeni, pasaj ato çka ka ndodhur, bisedimet që kanë bërë dhe është e forta kur tallet Ahmet Zogu me Elezi Sufin. I thot çfarë do bre Elezi, i thot ai kishte marrë vesh që buxheti i shtetit ishte 14 milion Napoleona Flori.
Edhe i thot, ne kemi luftu shumë, thot, 4 vjetë, thot, kundër serbëve, thot, kemi mbajt kufirin, ne kemi mbrojt, thot, na janë brar njerës, kemi argju pare, thot, edhe duam dëmshpërblim. E i thot, po sa e mendon këtë dëmshpërblimin ti? I thot, e fiksi, thot, as më pak, as më shumë, 14 milion folon atë, edhe bisedimet i kam bërë në Durrës, e i thot, zogu, thot, unë të jabë bre lezi, thot, po kamalin tëmë, thot, se do bjesh në bela. Pse i thot, thot, po ku do t'i gjesh kaq mushka, t'i qosh ati në Dibër, thot, është problem për mushka. Thot, ti mjetë Floririn, thot, se mushka t'i gjejun, thot, për t'a të quari. Kërë lezi Jusufi ka qenë si zanë qa uqe bërë, por e Qeren Bejvlora të regon një gjë shumë interesante, se kjo është ignorant. Thot, kur u mundën nga ushtrisë zogut, e shof Elezin duke i qaj, thot, e ke lexuar këtë pasazh nga e Qeren Bejvlora, dhe thot, qa ke mërë Elezit? Po, thot, qosh kjo Shqipnia, mërë, thot, që na mundi, thot, se ne Dibran, thot, kena luftu me Serbin, kena luftu me Stamollën, na respektojnë gjithë, qa kjo Shqipnia, se nuk e dinte edhe që ishte po Shqipnia, që ignorant ishte. Mirë, si unë them të mbyllim, se dhe koha vajti goxha gjatë, po besoj që të kemi ngjallur një farë kurreshtje për të dhënë atë versionin ton të historisë të ngjarjeve të mëdha që kanë ndodhur për krijimin e shtetit shqiptar, ku ti dhe ato i detetuar dhe unë të mia të bëm një ballafaqim interesant besoj. Edhe njerë duke u kujtuar të nderuar shikues, t'i bëni subscribe kanalit ton, mos harroni, është pa mundim, pa shpenzime dhe këtu gjeni të vërtetat e mëdha. Feja më e madhe e podcastit Okult është e vërteta, nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.